Dhe më thonë 10.000 euro zbritje dhe këtu mazi zbohet, servisi falë ton jetën. Ton jetën, sa do që kjeri ka ymër. Bravo. Trakla 8.000 euro zbritje kjo vetura në fjallë. 8.000 euro. 8.000 euro të buta. Këtu e kena një fjong, qëre Trakla kje vetura me fjong të vjen. Hajde tregona pak për këtë. Renault Rafale është një nga veturat më të reja tek Renault. Është vetura më luksoze që ka brendi i Renaults. Është vetur hibride që ka shpenzime shumë të vogla. Anën tjetër dimenzionet, si që përshojmë, është një vetur i kategorisë të madhe, familjare, pajisje të luksit, të sigurisë, e po ashtu me vlen të cekët me 55 litra rezervuar, deri në 1100 km i bën me një... 1100 km. Trakla i një lopësit, sa 100 km i hargjën ose hish, nështë asë hargjën hish, po bjen? 4.9 litra në 100 km 4.9 litra. I hargjën një veturë për masave tilla, kuptohet, është familjare e madhe. Para që me him randa në pak me shiu, veç ti thëm Trakles edhe njerë une. Trakla 8.000 euro zbritje kjo vetura në fjallë. 8.000 euro. 8.000 euro të buta. Dhe më thonë po dalin vërteta që ato që i falë shaune. 7.990 euro Renault Rafale. Po na Trakla dhe njerë? Po dalin vërteta që ato që i thesha. Qysh, 8.000 euro. Po Trakla, kjo ofertë e pa besushme, po tash zoni nga të regoj që kjo është një ndër veturat, ose mujna me thonë që vetura më luksoze, këshëre Trakla. Pa, hijem kobre. Se jo me këqyrë si ofertë Trakla, në 8.000 euro zbritje, 8.000 euro investoj tjetër kun. Qëre? Edhe hibride për mdo këtë që nga tha zoni, po, kështë që kjo super në gjyrë edhe super veturë. Shkojna tek një vetur tjetër, o gji, da me më qërru gjia. Qka kemi këto? Renault Austral, edhe Australi është një nga veturat më të shëjtëra në kategori të vetin. Edhe kjo është me dimenzione pothuajse si Rafale, pak më i vogël, po është edhe pak më lirë. Verzioni i paketës full pajisje nga 42.900 euro me 7.000 euro zbritje është 35.900 euro dhe servisi falë ton jetën mazi zbohet. Mazi zbohet. Pse kjo motoja mazi zbohet? Pse qështu, se diçka kini doshtë ju me thonë në tekst. Interesant. Na i kusht tjetër ma shumë zbritjes mundet me bo. Mazi zbohet pasi që nuk dihet sa mira euro mundet me i kursy klienti në aspektin afat gjatë nëse përfitan, nëse e blen tash veturën. Që shumur vendime se për shembull zbritja 8.000 euro është okej, po mund është me acceptu, po acceptimi tjetër që për mu për vjen vështirë është servisi falas për ton jetën. Kevin, kjo është një falenderim për gjithë klientët tonë për me bo një kësilloj oferte edhe për me pas një relacion afat gjatë me ta. Na shqiptarët jetojmë gatë. Sa dhe që jetani. Sa dhe që jetani. Kështu që këto kënë një ndër 3 veturat që jenë në super zbritje. E kemi edhe veturën Nissan X-Trail me 10.000 euro zbritje. Traklave që kanë zet loja 7.000, 8.000, finalja 10.000 euro zbritje Trakla. Jo u shtyshet më herët për 10.000 lajka, na 10.000 euro zbritje jemi të po. Po, qëre, hade shtu, 4x4 automatik. Vetura Nissan X-Trail është GP SUV i Nissanit, është një vetur me familjare, me dimenzionet të mdoja, siguri, vozitje ekonomike, komoditet, po ashtu edhe kjo është hibrid, ku shpenzimet i ka shumë të vogla, dhe me 10.000 euro zbritje, çmimi i veturës është 46.990 euro. 46.990 euro, ishte 56.990 dhe u bë 46.990. Dhe me thonë 10.000 euro zbritje dhe këtu mazi zbohet, servisi falë ton jetën. Ton jetën, sa do që kjeri ka ymër. Bravo Trakla, atja e dorën për qitë punë, për këtë ofertë. Për të më thë Trakla, se së me morë vendimin. Jepja, normalisht. Zgate dorën, e ki po rene të 20 vjeqarë,
kërë Normalisht 60.000 euro. mësëm vetë më ka thonë. Zuar. Zdy diçka po dal me ble qatë. Jo, Mari, mja zga dorën për shkak të ofertës që kanë bo gjigonde.